Vllai dashur besimtar, i nderuari musliman, parashtroj pyetjen vetes a e din se pse je kriju? A e din se pse ke ardhur këtë dunjë? Cili është qëllimi yt? Cili është objektivi yt? A e din që Allahu pse t'ja ratisi? A e din se çfarë duhesh bësh në këtë dunjë? A e din se çfarë është këtë dunjë? A e din qëllimin e jetës? A e din pse jeton? A e din se pse na ka kriju Allahu mu dhe ti? A e dim ne, sinqerisht, me besnikri të fortë me thonë, vallë, pse na krijoi neve Allahu subhanahu wa taala? Allah e ka dhënë këtë përgjigje në Kur'an surën Dhariyat ta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e krijova xhinat dhe njerëzit pas që me adhuru Allahun, me njësu Allahun azza wa jalla në adhurim. Kjo e para. Edhe e dyta, për mos me zgjat, vëllezër të dashur. Parashtrohet pyetja unë dhe ti sa dim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa dim për dashmin ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa kemi lexuar për jetën e tij sallallahu alaihi wasallam. Sa e dim sa fëmijë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa dim se çfarë veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa heki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që unë edhe ti sot themi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa sakrifikoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që unë edhe ti sot jemi besimtar. Sa dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa mund, sa djers, sa u mundu, sa u torturu, sa praktikoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa nxiti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vëllezër dashur është një thirrje që fillimisht ne më mësua cili është qëllimi i jetës tonë këtë dunjë. Edhe e dita ta studiojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se këtu është lumturia. Po i ditë që këto dihet, këtu është lumturia, këtu është gëzimi, këtu është hareja, këtu është kënaqësia, këtu është realiteti i jetës. Këtu kemi shiju këtë dunjë para se të ish në xhennetin Allahu azza wajal. Për këtë selefi ka thonë inna fi dunya jannata man lam yadhukha. Dunja është një farlloj xhenneti, një farlloj kënaqësie, një farlloj lezeti. Kush nuk e shijon këto, as atje s'ka me shijue. As atje s'ka me ndje. E po e ditë se pse të ka kriju Allahu. Edhe bosh rob i dinit i Allahut azza wajal. E din se pse çka është ekzistenca jote në këtë dunjë, çfarë kërkohet prej tije. Edhe e njeh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e din Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kush është dhe çfarë donte dhe çfarë urdhronte dhe çfarë nxitke. Wallahi e kish ju kënaqësinë e kësaj dunjoje. Wallahi ti je njeriu më i lumtur fytyrën e tokës. Edhe ndoshta pse je më i varfër prej më të varfërve. Edhe ndoshta pse je më i sprovumi prej sprovumave. Edhe ndoshta je njeriu me më brenga dhe më telashe. Amo dije se ti kimu kënaqur edhe në brengat e tuaja, edhe në telashet e tuaja, në borxhet e tuaja, në mundësitë e tuaja, në pasurinë tone, në gjithë shka ti mu kënaq, se e din se pse je në këtë dunjë, e din se kush ka pru në këtë dunjë, e din se kush ka urdhëruar në këtë dunjë, edhe e din se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vëllezër të dashur, shahadeti, qelsi i lumturisë është la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, me njoft Allahun, me ditë qëllimin i tanë në këtë dunjë, që ti je rob i Allahut, pra nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet vetëm sa Allahu, e kjo është qëllimi i jetës, me qenë rob të Allahut subhanahu taala, edhe Muhammedu Rasulullah, edhe me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe mu mundu me pasu në çdo hap, në çdo virtyt, në çdo vepër të cilën na ka urdhëruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër dashur, kjo është qëllimi i hutbës, që ne me njoft Allahu subhanahu wa taala, me njoft qëllimin se pse na ka kriju Allahu azza wa jall, edhe e dyta me mësu se kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që mos të bëmi pastaj problem, mos të bëmi ne eksperimentit të tjerëve me na kallëzu se kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Se po e mësum kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ne kemi një farë mburoje të fortë që edhe nëse vin dyshimet prej jashtë, ne e dim, e kemi lexuar dhe nuk bëmi viktima të tjerëve.